Selamu alaikum wa rahmatullah. Çfarë dispozite ka aborti fëmijës pa arsye në Islam? A është gjëna i madh apo përfshin edhe kufrin? Allahu i rujt. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aborti si abort, nëse lejohet, është kufër. Nëse lejohet, është kufër. Lejohet me myt njëri, kushdo që të lejohet me myt njerëzit, veç për shef, kjo është kufër. Se s'lejohet, se Allahu subhanahu wa taala ka ndaluar mbytjen e njerëzve të pafajshëm. Aspekti shariatik pastaj, dietarët e Islam janë të ndarë në dy mendime. Mendimi i parë mendojnë se deri në ditën e 120 ose deri në përfundim të muajit të 4, para kësaj kohe është gjëna i madh, është gjëna më i lehtë që nuk llogaritet vrasje, por llogaritet mëkat mas 4 muajve, llogaritet mëkat i rënë vrasje, sikur me vrarë njëri 20 vjet. Mendimi i dytë që unë mendoj që është më i saktë është deri në ditën e 43, nëse bëhet aborti para ditës së 43, nuk është mëkati për vrasje, po është mëkat i llojit vet, që është pak më i madh se sa mëkati i masturbimit. Kurse nëse kalon 43 ditë, nëse bëhet aborti është mëkat i vrasjes. Kushdo që bën abort në fëmijës, me dëshirën e tij, jo të saj, jo pse ka pas dështime të padëshirueshme, mas ditës së 44 të shtazënis llogaritet vrasje, vrasja është kufër i vogël, kurse është gjëna tepër e madhe, Allahu a'lam.